Allahu fuqiplot në ajetin 114 në kapitullin An-Nisa thot s'ka kurfar të mire në shumë prej bisedave të tyre të fshehta, po edhe nëse janë bisedat publike. Përveç rastit kur ndokush kërkon që t'jepet sadaka ose të kryet një vepër e mirë apo paqësim ndërmjet njerëzve, me i pajtu njerëzit, me e largu hasmërin, urrëtitjen. Ati që e bën këtë për ta fituar kënaqësinë e Allahut, ne do t'i japim shpërblim të madh. Të nderuar vëllezër dhe motra, ky është madhështor. Sikur të gjitha ajetet tjera madhështore të Kuranit na flet për bisedat dhe takimet që ne sot në jetën tonë të përditshme i kemi këto biseda dhe këto takime me miqtë tonë të përditshme. Është interesant koncepti islam për bisedat dhe takimet e ka këtë qasje. Allahu dhul xhelal po thot në të shumtën e bisedave dhe takimeve të tyre nuk ka hajër, nuk ka dobi. Mirë, neve po na intereson që bisedat dhe takimet tona të kenë cilësi. Cilat janë ato kritere që ne t'ja shoqërojmë cilësinë takimeve dhe bisedave tona, qofshin ato të fshehta, qofshin publike? Allahu dhul xhelal tha, takimet dhe bisedat, qofshin të fshehta ato publike, janë të dobishme vetëm atëherë kur aty ka një iniciativë që të bëhet lëmosha që të ndihmohet dikush, ka një iniciativë për një vepër të mirë, ka iniciativë për me i pajtu dhe me e largu hidhrimin, urrëtitjen, armiqsinë mes njerëzve. Me një fjalë, kriteri i përgjithshëm i bisedave dhe takimeve tona, nëse ne dëshirojmë që ato të kenë cilësinë dhe mos jenë të kota dhe të padobishme, është çdo takim dhe bisede jona që përmban në vete interesin e përgjithshëm, është takim dhe bisedë me cilësi dhe e dobishme. Në mungesë të këtij kriteri, atëherë nuk ka hajër për këtyre bisedave dhe për këtyre takimeve, pikërisht sikur Allahu subhanahu wa taala i ka vlerësu dhe i ka klasifiku. Nëse ne arrim këtë cilësi dhe këtë kriter, tu ashtojmë bisedave dhe takimeve tona, Allahu subhanahu wa taala po na premton shpërblim të madh.